Të nderuar miq të emisionit çdo të thotë mirë se takohemi sërish në këtë takim të përjashëm, tashmë duke u ndalur me terma dhe me episode të caktuara të fesë islame, duke munduar që të kuptojmë më tepër rreth këtyre termave dhe rreth urtësive që burojnë për tyre. Do të flasim sot për një term ndoshta jo shumë të dëgjuar, por se i cili këto ditë përmendet her pas here në ligjërimet e hoxhallarëve. Do të flasim për muajin Shawwal. Çdo të thotë Shawwal, çfarë kuptimi dhe çfarë vlere ka ky muaj dhe në çfarë konteksti përmendet në fenë islame. Edhe sot këtë shpjegim do na japi Hoxha i nderuar Ahmet Kale. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Faleminderit. Hoxh, çfarë do të thotë Shawwal? Çfarë kuptimi ose më saktë ka një kuptim apo është thjesht një prej emërtimeve të muajve të kalendarit islam? Muajt hënor ose kalendari lunar tek i cili mbështeten shumë adhurime në fenë islame, jo se ka të bëjë diçka me hënën apo me adhurimin e hënës, po është thjesht një mënyrë për llogaritje dhe e veçanta e këtij kalendari është se është i lëvizshëm në mënyrë që të paraqitet drejtësia e Zotit dhe barazia e tij për gjithë popujt. Pra të gjithë njerëzit e shijojnë Ramazanin në të gjitha kohrat, të gjithë njerëzit e shijojnë Haxhin në të gjitha kohrat, në të gjitha kohët e vitit, kështu që edhe njerëzit janë të drejtë dhe të barabartë te Zoti, po edhe të gjithë muajt e vitit, pra i gjithë viti në 365 ditëshin e tij ka atë të drejtën e vet për të shijuar bekimet e Zotit në këto kohë të bekuara. Kështu që i bie që gjatë gjithë kohës, domethënë ditët e viteve në vazhdim për herë mas here kanë të drejtë të shijojnë mirësitë dhe bekimet e Zotit. Pra është një bekim i shtrirë sa le të themi vertikalisht dhe horizontalisht. Pra nëse do të ishte statik si kalendari diellor, diku Ramazani do të binte gjithmonë në verë dhe diku Ramazani do të binte gjithmonë në dimër. Ndërkohë ky kalendar e bën të mundur që të shëtisë Ramazanit gjatë gjithë vitit dhe vende të ndryshme ta përjetojnë. Ta përjetojnë njësoj të gjithë. Pra njerëzit janë njësoj tek Zoti, për këtë arsye dhe Zoti ua sjell Ramazanin, dikujt ja solli këtë vit në verë, po mas 30 vitesh, si më thonë, dhe dikush tjetër përballë tij e shijon në dimër, ndërkohë mas 30 vitesh do të ndodhë e kundërta, ky që shijoi këtë vit në verë, mas 30 vitesh e shijon në dimër, ndërsa ai do ta shijojë sërish në verë. Po kështu edhe ditët e vitit meritojnë të bekohen, pra po të ishte Ramazani një kohë caktuar, vetëm ai muaj do të ishte i bekuar, ndërsa muajt e tjerë do të ishin normal, ndërsa kështu është një lëvizje të vazhdueshme. Kjo është një nga urtësitë. Emërtimi i këtyre muajve normalisht ka qenë i hershëm, pra tek arabët përpara Islamit. Ka disa muaj që Islami i ka ndryshuar, siç është për muaj Muharrem, apo ndonjë muaj tjetër, po në rastin e Shawwalit më sakta në interpretimet është se ashtu siç ka qenë ka mbetur. Ka qenë një muaj që arabët e konsiderojnë si një muaj tersi, le të themi kështu. Për këtë arsye ka qenë në traditën e tyre, edhe mua kjo më habit gjithmonë, domethënë se nuk martoheshin në muajin Shawwal. Edhe profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të, e thyu këtë lloj tradite dhe është martuar vetë në muajin Shawwal. Kjo na jep neve të thymë atë tabun Allah shqiptare që e kanë për ters me u martu mes dy bajrameve, dhe unë gjithmonë e them si me shaka që nëse do të themi nuk lejohet me u martu mes dy bajrameve, e bie që mu martu vetëm për bajram, se gjithë viti është mes dy bajrameve. Shpëtojmë dot për kësaj. Muaji Shawwal faktikisht është një muaj i 10-ti, pra në muajt kalendarit lunar hënor. Muaj i cili është përmendur nga hadithet e profetit alayhis salam si një muaj që pëlqehet që besimtarit të agjërojë mbas Ramazanit. Në hadith thuhet: ai që agjeron, ai dhe ajo, me fjalë kuptohet, besimtari që agjeron Ramazanin dhe pastaj e pason me 6 ditë nga muaji Shawwal, është njësoj sikur të ketë agjëruar gjithë kohën ose gjithë vitin. Në një rast tjetër, profeti bekimet e Zotit qofshin mbi të tha: ai njeri i cili e plotson Ramazanin dhe e pason me 6 ditë nga Shawwali, Zoti do japë shpërblimin e agjërimit të një viti të plot. Pastaj në një rast tjetër tha: muaji Ramazanit sa për 10 muaj, 6 ditëshi sa për 2 muaj, kështu që njeriu me këtë 6 ditësh e merr shpërblimin tek Zoti sikur ka agjëruar gjithë vitin. Për te i kësaj vjen ky muaj dhe vjen ky synet në agjërim. E ke parasysh ne themi kur falim farzet kanë përpara synete dhe kanë mbrapa synete. Ka disa farze që kanë synete vetëm përpara dhe ka disa farze që kanë synete vetëm mbrapa.
muaji i Ramazanit është nga ato farze që i ka sunetet vetëm mbrapa. Pra këto janë agjërime vullnetare, sunet, nuk janë detyrim. Do ta bëjmë edhe këtë dallimin mes sunet dhe vullnetare se gjithmonë ka. Muaji i Ramazanit është si ato farze që ka sunete mbrapa, po edhe sunete përpara. Për këtë arsye, themi ne që është mirë që muslimani ta agjërojë muajin Shaban, sepse ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu që ta agjeronte Shaban. Madje kur e pyeti Usama ibn Zeid o pejgamberi Zot, pse kaq shumë të agjeron Shabanin, pejgamberi sallallahu i përgjigj duke thënë, në muajin e Rexhep njerëzit janë kujdesshëm, muaji i shenjtë. Në Ramazan njerëzit janë kujdesshëm, agjërojnë. Pra edhe në Rexhep, edhe në Shaban. Ndërsa muaji Ramazan, ndërsa muaji Shaban tha, ky që është para Ramazanit i 8, tha është një muaj të cilin njerëzit e neglizhojnë dhe unë dua që të jem adhuruesi i Zotit në kohën kur njerëzit neglizhojnë. Kështu që Ramazani është nga ato farze që ka sunete përpara dhe sunete mbrapa. Suneti mbrapa është ky pikërisht. Normalisht përveç faktit që është sunet, ta agjërohet 6 ditë i Shawalit. Për sa i përket 6 ditë i Shawalit lindin shumë pyetje. Për shembull, ky 6 ditë a duhet të jetë patjetër i pa ndërprerë apo mund të jetë i ndërprerë? Absolutisht lejohet që të jetë i ndërprerë. Po kush dëshiron që ta bëjë të pa ndërprerë, kjo është e lejuar për të. Po nëse mund të themi cila është më mira, hosh. Pra një pjesë zgjedhin të agjërojnë të hënë dhe të enjte, duke përkuar këto edhe me ditët që përqet që ta agjërojnë. Tani për sa i përket ndarjes si fillim, lejohet që ta ndash. Pra ta agjërosh ditë të ndara, po lejohet edhe ti bashkosh. Kjo është okay. Lejohet ti bësh 2 ditë, 2 ditë, lejohet ti bësh 3-2. Pra mënyra se si e kombinon nuk ka problem. Tani na lind një pyetje e dytë. Si bëhet për shembull mes 6 ditëve të Shawalit edhe ditëve të Ramazanit? Për shembull, prej pyetjeve dikush më ka thënë, a lejohet që të bashkoj mes ditëve të Ramazanit edhe 6 ditët të Shawalit me një njetë? Themi jo. Agjërimi është një, po njetët janë 2 në këtë rast. Themi jo, në këtë rast, sepse nuk ka ndërhyrje njetesh. Pra, ajo që ka pas diskutim mes dietarëve ka qenë njeti kur është i njëjtës shkallë, po jo, domethënë në farz me fut synet. E tjetër, për shembull, kjo që thatë ju, ndërthurja e nijeteve, për shembull, do të bëj 6 ditë të Shawalit, po është edhe hënë edhe enjte. Tani dua që të marrë dhe shpërblimin thënë të enjtes. Dietarët thonë, ti niyetin duhet ta kesh për 6 ditëshin e Shawalit. E hëna dhe enjta është automatikisht. Pra është ajo. Ka fakti që të gjen agjërueshëm. Nëse i bie pra 6 ditë të Shawalit në ditë hënë apo në ditë enjte ti je brenda. Ama, por qëllimi yt synimi duhet të jetë 6 ditë i Shawalit, sepse ti synon hadithin i cili thot ai që agjëron Ramazanin dhe e pason me 6 ditë për Shawalit. Prej pyetjeve që vjen gjithashtu është sa zgjat Shawali, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Muaji Shawal është një muaj. 29 ditë. 29 ditë, një ditë e ka marr Bajrami, 28 ditë mbas Bajramit. Pra 28 ditë mbas Bajramit, pra nuk është diçka që zgjat pafundësisht. Se ja bën si dikush që tha një herë ta kam 6 ditë të Shawalit pa filluar akoma, po sot kanë ngel edhe 5 ditë nga Shawali. Çfarë të bëj Hoxha nuk ndryshon dot kalendarin. Kështu që njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, sepse njeriu, domethënë, nga që tani jemi mbas Ramazanit, trupi është pothuajse i mësuar, është mirë që ta marrë, domethënë që ta kryej, domethënë. Po megjithatë ka hapësirë dhe ka tolerancë deri në fund të muajit. Ajo që është shumë interesante është dhe shumë e debatueshme, është fakti i atyre njerëzve që kanë ditë nga Ramazani. Pra, a mundet që këtë 6 ditë ta bëjnë pa bërë akoma Ramazanin, apo duhet patjetër që të mbarojnë Ramazanin dhe pastaj të fillojnë 6 ditë Shawalit. Faktikisht kjo është një çështje që ka pas debat dhe interpretime të ndryshme. Por hadithi, pra fjala e profetit është e qartë, ai që agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 ditë Shawalit, një njeri i cili i kanë mbetur disa ditë nga Ramazani, domethënë nuk e ka plotësuar akoma. Për këtë arsye, pjesa më e madhe dietarëve thonë plotësohet Ramazani, borxhi i Zotit, pastaj bëhet syneti. Pra mbarohet farzi, borxhi i Zotit, pastaj kalohet në synet. Pra ka përparësi që është më e rëndësishme. Po. Domethënë mbarohet një herë Ramazani. Ka prej dietarëve, ka interpretim, ne nuk mund të themi që ky është i vetmi interpretim. Ka dhe një interpretim që thotë jo, le të bëj 6 ditë të Shawalit, sepse ai quhet agjëruesi i Ramazanit dhe pse i kanë mbetur ditë nga Ramazani, sepse përderisa e ka kryer pjesën më të madhe, quhet sikur e ka kryer të tërën. Po le të themi ndoshta më afër literalizmit, le të themi kështu, është që të mbaroj një herë me Ramazanin dhe pastaj gjë. Nëse njeriu angazhohet në agjërimin e Ramazanit,
dhe nuk mbeten ditë nga Shawali. Atëherë për këtë njeri Shawali shpërngulet. Për shembull, një person i cili i kanë mbetur si për shështasti i femrave. Ose kush ka qenë i smur gjatë Ramazanit? Sidomos rasti i femrave, le të themi, i kanë mbet 15 ditë nga Ramazani. Dhe 15 ditë i zgjasin të përmueshmet. I kreu 15 ditë Ramazanit, ndërkohë që do të fillon të Shawalin s'ka më kohë. Atëherë themi 6 ditë që mund ta bësh pas. Pse? Sepse ka qenë arsyeja dhe angazhimi. Arsyeja edhe angazhimi. Ama nëse nuk ka arsye dhe nuk ka angazhim, atëherë ose si rasti një person që ka qenë i smur, dhe tani në Shawal është mirë. Atëherë themi angazhoheme, për shembull i kanë mbetur atij le të themi për shembull 28 ditë nga Ramazani për shembull. Ky nëse do të merret me Ramazanin ikën Shawali, jo, nuk ikën Shawali. Shawali shpërngulet. Njësoj si synetet tona. Kur ne kemi arsye për të mos i fal synetet, mund t'i shtym. Mi po ne nuk mund t'i lejmë synetet, t'i falim kot në darkët, t'i mbledhim gjitha në darkët. Nuk funksionon. Ama nëse kemi arsye mund t'i shtym synetet, siç bënte profeti alayhis salam kur ikte ndonjë synet e bënte më pas, me arsye dhe me shkak. Diçka tjetër që është shumë urtësi shumë e madhe tek 6 ditësh i Shawalit. Shumë njerëz, domethënë e shprehin këtë që jemi ndjer mirë në Ramazan, agjërimi i Ramazanit, a do ta agjërojmë? Zoti na jep një sinjal që ju mund ta agjëroni në çdo kohë. Njeriu mund ta agjërojë edhe mbas Ramazanit. Madje është e pëlqyeshme që ta agjërohet edhe një 6 ditësh special i cili është shoqërues i muajit Ramazanit. Kështu që Zoti i Ramazanit është Zoti i gjithë muajve. Pra nuk do të thotë se me mbylljen e Ramazanit u mbyll kapitulli i agjërimit. Jo. Mbas Ramazanit ka lloj agjërimesh. Kemi agjërimin e 6 ditësh të Shawalit, kemi agjërimin e 10 ditësh të Dhul-Hijhes, kemi agjërimin e Ashuras, kemi agjërimin e Arafatit, kemi agjërimin një ditë po, një ditë jo që është agjërimi më i veçantë, agjërimi i profetit Daud alayhis salam, siç e tha profeti bekimet e Zotit qofshin mbi të, tha agjërimi më i mirë është agjërimi i vllait tim Daudit alayhis salam, i cili agjëronte një ditë dhe nuk agjëronte një ditë, pra e kishte gjithë vitin një ditë po, një ditë jo. Ky është agjërimi më i lartë. Kemi agjërim tjetër që është agjërimi 3 ditëve të bardha, kemi agjërimin e të hënës dhe të ejtes që është special, domethënë profeti alayhis salam thoshte që unë agjëroj të hënën dhe të ejten. Janë 2 ditë që punët ngjiten tek Zoti i gjithësisë. Madje ditën e hënë thotë unë kam lindur vetë, pra është edhe dita që në cilën ka lindur pejgamberi alayhis salam. Kemi një agjërim që është agjërimi i lirë, 3 ditë në çdo muaj, pra kemi agjërimin e 3 ditëve të bardha që është 13, 14, 15 sipas kalendarit hënor, jo sipas kalendarit lunar. Po kemi edhe 3 ditë të lira, pra mund ta gjësh 3 ditë në fillim të muajit, 3 ditë në mes të muajit, 3 ditë në fund të muajit. Mund ta gjësh një ditë në fillim, një ditë në mes, një ditë në fund. E rëndësishme ti bësh 3 ditë në mënyrë që 1 me 10 plotësohet sikur ka agjëruar gjithë muajin. Pra një adhurim i cili na shoqëron her pas here. Kemi agjërimin 1 ditë po, 2 ditë jo. Pra mund ta gjësh 1 ditë dhe 2 ditë pushim, pastaj 1 ditë, 2 ditë pushim. Kemi agjërimin që është kemi agjërimin 3 ditë po, 4 ditë jo. Kemi agjërimin 4 ditë po, 3 ditë jo. Kemi agjërimin e fundjavës. Prej formave të agjërimit, profeti alayhis salam agjeronte edhe në fundjavë. Kështu që pra vetëm të kemi dëshirë të agjërojmë se ky adhurim ka forma të ndryshme. Sikur Islami po të thotë, e shijove ç'është agjërimi farz, shijoj edhe agjërimin sunet. Ka edhe agjërim tjetër që është agjërimi sunet. Ne në farz është e vërtet. Ne pse i falim sunetet e namazeve? I falim sunetet e namazeve se na korrigjojnë problematikat e farzit. Për plotësuar ato mangësi që kemi lënë nga farzi. Siç e tha profeti alayhis salam, kur njeriu do të dalë përpara Zotit, do i thotë Zoti me lajkeve sillni, veprat e robit tim e fillojnë me farzet. Nëse ka mangësi në farze, Zoti thotë sillni sunetet dhe nafilet që ka bërë robi im. Nëse ne kemi mangësi dhe probleme me Ramazanin, vjen ky 6 ditë i Shawalit, po edhe sunetet e tjera në agjërim që korrigjojnë problematikat që mund të kemi pasur gjatë Ramazanit. Nëse ne nuk kemi pas problematike gjatë Ramazanit, vetëm se japin shkëlqim edhe vezullim. Pra është si puna e asaj, le të themi, e arit që është e pastër dhe thjesht i bëjmë një pastrim edhe më shumë dhe i shtohet vezullimi, ose është ar, por nuk është i pastër, atëherë vjen 6 ditëshi apo agjërimi nafile dhe i shton edhe më shumë cilësinë dhe arrit atë cilësinë e karat dhe arit të Ramazanit, pra thesarit të Ramazanit.
Hoxhi përmendët shumë forma vullnetare të agjërimit. A mund të themi se ndër të gjitha këto, ky 6 ditësh, pra agjërimi këtyre 6 ditëve, ndoshta është ai që ka më së tepërmi bonus si shpërblim, po ndërkohë është një tregues dhe një matje vetes tonë se po vazhdojmë pra lidhjen me Zotin. Pra edhe shpërblimi është i madh, po edhe një farë matje e besimit dhe reflektimit se çka fituam në Ramazan. Çdo adhurim në kohën e vet është më i miri. Pra, në Shawal, gjëja më e mirë që mund të bëj njëri është 6 ditëshi i Shawalit. Në kohën e 3 ditëve të bardha, gjëja më e mirë që mund të bëj njëri janë 3 ditë të bardha. Si më thënë, çfarë është më mirë më bërë mas farzit të drekës? Më e mira mas farzit të drekës është me fal sunetet e drekës. Kjo vlen, domethënë, njeriu mund fali nafile sa doj, po mas farzit të drekës është mirë që qëllimi dhe vetdia jon të jetë se po falim sunetin e drekës. E njëjta gjë vlen edhe me 6 ditë të Shawalit. Pra, njeriu në vetdijen e tij është koshient që është gjëja më e mirë që mund të bëhet tani për momentin, pra ky 6 ditësh. Po nuk mund të themi që ky 6 ditësh është më i vlefshëm se sa të tjerat. Për shembull, le të themi namazi i duhas në Islam është shumë i rëndësishëm. Tha Zoti i gjithësisë, o biri i Ademit, bëj 4 para ditës se do të mjaftoj deri në fund ditës. Po kjo nuk do të thotë që ta krahasojmë tani me sunet e sabaut, sepse për sunet e sabaut ka transmetim tjetër, i cili thotë 2 rekatët sunet e sabaut janë më të vlefshëm sa dynjaja dhe çfarë ka dynjaja. Pra, çdo adhurim ka atë vetë, kjo është bukuria, pra Islami ka alternuar mes adhurimit të ngjashëm dhe shpërblimit të ndryshëm. Për këtë arsye po të shohësh 2 sunetshi i sabaut, 2 sunetshi mas drekës, 2 sunetshi i duhas, 2 sunetshi i abdesit janë njësoj. Mirë po, ndjeshmëria dhe ndjesia se si e bën njeriu është krejt ndryshe. Edhe këto 6 ditë janë njësoj si ditët e tjera. Është njësoj si e hëna dhe tejta. Fillon në kohën e syfyrit dhe mbaron kohën e iftarit, pa dita agjërimi e zakonshme. Mirë po, gjithë secila prej tyre në kohën e vet, në momentin e vet ka shijen e vet. Dhe kjo është një pyetje tjetër që njerëzit na bëjnë. Ku ta gjejmë kalendarin e muajit Shawal? Kalendari i muajit Shawal është kalendari i zakonshëm. Pra një kalendar që ka 5 kohët e namazit është njësoj si kalendari i Ramazanit. Pra aty ku thot imsaku ose agimi, aty bëhet ndërprerja, pra është syfyri. Dhe çelja bëhet aty ku thot akshami ose perëndimi i diellit. Pra është një njëjti kalendar, pra nuk ka nevojë. Futu në internet, kërko kalendarin e faljeve, varet se ku jeton personi, nëse është në Shqipëri, kërko kalendarin e faljeve në Shqipëri, nëse jeton në Kosovë, takvimin që i thon ata, apo në Maqedoninë e Veriut, edhe nxirr kohët e faljeve dhe aty ke imsaku ose agimi, varet se si ata e quajnë. Aty është koha kur ndërpritet dhe akshami ose perëndimi i diellit është koha kur çelet. Nëse e nisim agjërimin Hoxh dhe gjatë ditës ndoshta na del në një udhim ose në një punë rënd ose ndjejmë lodhje, a kemi gjuna nëse e ndërpresim këtë ditë dhe e Kjo është pyetje interesante shumë. Ne për Ramazan na lejohet kur jemi në udhtim, kur jemi të smur etj. A është kjo tolerancë edhe në sunet? Absolutisht që po. Madje për sunetet ka dhe një tolerancë më shumë. Lejohet që njëri ta prishet e pa arsye. Pra nëse Ramazanin kur e prish pa arsye mëkat i rënd, falet, s'falet, fshihet, si ta korrigjojmë, si kompensohet, si nuk kompensohet, varet se çfarë e ke prish dhe si e ke prish, kurse në sunete nuk ka lidhje fare ose në agjërimet. Nëse ndjen dobësi ose ndjen pak lodhje, ndoshta. Absolutisht, na ka ftuar dikush për drek, vëlla dhe s'du t'ja prish atij mikut që më ka ftuar për drek. Hiç mu prish mendja do të pi kafe, s'po doroj dot pa kafe. Mund ta prish, s'ka asnjë problemi fetarisht. Në mëdhëbin Maliki është një nga mëdhëbet shkollat juridike, thotë kjo ditë duhet kompensuar në vete, ndërsa shkollat e tjera juridike ja, pasi ka një transmetim i cili është i përfolur si transmetim, po se si rregull është i saktë. Ai që bën një adhurim vullnetar është udhëheqësi i vetvetes. Ai që bën një adhurim vullnetar është udhëheqësi i vetvetes. Në do e vazhdon, në do e ndërpret. Pra me kuptimin nuk merr mëkat. Për shembull, dikush është fut në farz, nuk mund ta ndërpresi farzin pa arsye, nuk mund ta ndërpresi Ramazanin pa arsye. Është fut me fal 2 rekat sunet, mund ta prish edhe pa arsye. Tek Malikit duhet ta përsërisë këtë 2 rekat. Por se tek të tjerët jo, dhe kjo është më sakta. Ndërkohë ne bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish me këtë term dhe me këtë muaj gjithashtu. Ndërsa miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë.
Të nderuar miq, rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit Çdo të thotë dhe po flasim pikërisht për Shewalin, për muajin Shewal dhe atë se çka mund të bëjmë në këtë muaj. Hoxh, vazhdimësia në veprat e mira është një tregues se ato që kemi bërë në të kaluarën janë vepra ndoshta të pranuara tek Zoti dhe të sinqerta. Çfarë duhet të bëjmë që ti tregojmë vetes se atë që kemi bërë e kemi pas bërë mirë. E sa rëndësishme pra vazhdimësia në veprat e mira. Ndoshta edhe ky është një nga mesazhet më të rëndësishme që na jep agjërimi i 6 ditëve të Shewalit. Ai që ne nisëm dhe pak më herët. Pra vazhdimësia. Zoti sikur po do të na thotë, "Ej, un jam këtu prap." Për agjërim, për namaz, për lexim Kur'ani. Pra njeriu duhet të jetë i vazhdueshëm. Zoti i Ramazanit është Zoti i gjithë muajve. Pra ai Zot që jemi munduar ta kënaqim në Ramazan është po ai xhenet që e kemi kërkuar në Ramazan është po ai xhehenem që jemi lut e jemi për lot që Zoti na ruaj prej tij është akoma. Pra nuk është se njeriu e mori në Ramazan edhe e kreu. Jo, njeriu është në sprovë të vazhdueshme derisa të vdesë. Kështu që ne mund të kemi fituar shumë në Ramazan. Mirë po gjithë sfida është ta ruajmë. Pra si punë njeriu që ka fituar një thesar të madh, ka bërë një tregti të madhe dhe tani nuk i kushton rëndësi ose e nxjerr e shet për dy para lek ose ja vjedhin. S'është normale. Pra rrezikojmë që edhe të humbasim për asaj që kemi fituar. Absolutisht, domethënë njeriu në momentin që ka bërë diçka dhe nuk e ruan atë me vepra të mira, nuk e ruan duke u ruajtur nga padrejtësitë apo nga bërja harame, normalisht që kur themi në ditën e Kiametit, si do të jetë peshore e ditën e Kiametit? Do të jetë me të mira dhe me të këqija. Domethënë ti mund të bësh shumë të mira, po mund të bësh edhe shumë të këqija. Në fund fare vjen një moment që vjen peshore. Kështu që njeriu do të jetë i kujdesshëm dhe mesazhi më i rëndësishëm me atë që kuptojnë në filozofinë e 6 ditëshit është vazhdimësia, përhershmëria. I dërguari Allahut alayhi salatu selam i pëlqente shumë një punë e vazhdueshme edhe nëse ishte pak. Pra më mirë pak dhe për herë se sa shumë edhe me ndërprerje dhe shkëputje. Pra për shembull le të themi, më mirë një vitër 3 rekatsh deri në fund të jetës se sa një vitër 11 3 muaj, pastaj 0 9 muaj, pastaj vjen Ramazani dhe mas Ramazanit 2-3 muaj prap, pastaj s'është normal. Kana habbul a'mali ilayhi adwamuhu in qalb. Gjëja më e dashur për profetin ishte e vazhdueshmja edhe nëse ishte pak. Madje ka qenë një traditë vetëm për profetin, jo për ne të tjerët, që nëse e bënte një adhurim një herë, se ndërpriste më derisa të vdiste. Po kjo është veçori specifike e profetit, jo për të tjerët. Pra kur e bënte një adhurim, ai ato e vazhdonte deri në fund të jetës tij. Ne nuk po themi kështu, po të paktën njeriu domethënë të mundohet që ta mbaj veten dhe ky Ramazan, si më thonë, të ketë shërbyer si një akumulim energjish që vjen duke e mbajtur njeriu në fuqi dhe në formë deri në Ramazanin tjetër. Pastaj në Ramazanin tjetër merr furnizimin tjetër dhe kështu vazhdon. Pra vazhdueshmëria dhe përhershmëria është shumë e rëndësishme, sepse të gjitha le të themi objektivat, të gjitha arsyet se pse ne kemi qenë kaq aktiv në Ramazan janë edhe pas Ramazanit. Madje tani pas Ramazanit kemi një arsye më shumë sepse na mungon ndoshta ai motivi i madh. Atëherë t'i japim gajret kur i thon vetes edhe ta mbajmë veten në formë. Ndërkohë gjatë Ramazanit pothuajse të gjithë ose spaku shumica janë ndjerë me një atmosferë tjetër shpirtërore, me një besim tjetër. Ndërkohë mbas Ramazanit ka një tjetër atmosferë, ka një është normale. Kjo është normale. Dhe dikush ndoshta mendon se ndoshta ajo që kaloi në Ramazan ishte thjesht diçka emocionale, diçka po themi kështu fluskë e momentit dhe jo ky jam tani. Është normale kjo? Kjo është normale. Vetë profeti alayhis salam ka thënë njeriu ka momente entuziazmi dhe momente le të themi ftohje. E rëndësishme është kur vjen ai momenti i ftohjes, mos të bijem në harame apo në bidate. Është normale sepse kur themi harame që do thotë që të lëm namazin apo të lëm ato që janë detyrime. Po, ky është kuptimi. Pra, është normale njeriu le të themi është si puna e një metali. Ti nuk mund ta mbash gjithmonë atë në një temperaturë, sepse shkatërrohet. Dhe Zoti tillë ka bërë njeriu. Kjo më kujton atë pyetjen e Handales. Një ditë Handaleja, pra njëri prej shokëve të profetit, po vraponte, edhe ishte i friksuar. Edhe ndalon Abu Bekri, thotë selam aleikum, thotë çfarë ke, thotë. Lëre thotë se jam keq. Thotë çfarë ke? U thotë më duket vetja thotë munafik, thotë, pra dy fytyrësh, hipokrit. I tha po pse, i tha Abu Bekri tani po pyet Handalen. Tha po kur jemi profetin alayhis salam thosh komplet jetë tjetër, mendim tjetër, përjetim tjetër, ndjeshmëri tjetër.
me t'i kthyer shpinën Profetit alayhis salam, shtëpia, familja, hallët, sikletet e jetës, harrojmë çdo gjë. Pra dhe ky mendoj se ndoshta kishte thjesht çështje emocionale, nuk ishte diçka e qëndrueshme në veten e tij. Ose mos kishte probleme me besimin. Tha Abu Bekri, po edhe mu tha ndodh kjo. Mos ta qeke me dhomë të kështu. Edhe të dy vrap për tek Profeti alayhis salam. Kur i sheh Profeti alayhis salam që ata ishin zverdh në fytyrë, ishin keq pa përjetonin, tha ç'është puna juaj? Edhe foli hamdaleja, tha o pejgamberi i Zotit, unë tha, po edhe Abu Bekri me mua, tha më duket se jemi bërë munafik, tha jemi bërë dy fytyrsha, hipokrit. Tha Profeti alayhis salam, po pse? Tha po kur jetojmë me ty sikur shohim xhenetin, sikur shohim xhenemin, është përjetim krejt tjetër. Me të kthyer shpinën ty, komplet ngjarje tjetër komplet. Tha Profeti alayhis salam, kjo është normale. Sepse ju po të vazhdonit në të njëjtin ritëm, do të ndodhte njëra prej dy gjërave. Ose do t'ju rrëmbenin me lajket, ose ju nuk do të jetonit. Sepse Zoti i Madh kështu e ka krijuar njeriu. Pra sa'aten fa sa'a. Herë, kohë mas kohë. Pozicion mas, pra njeriu gjithmonë për ta kufive. Pra nuk mund të jetë njeriu në të njëjtën kontur të pandryshueshme. Dhe kjo është normale. Pra është normale që me mbarimin e Ramazanit, sepse Ramazani ka dhe bekimin brenda, gjë që nuk e kanë muajt e tjerë siç ka Ramazani. Xheneti është i hapur, xhenemi është i mbyllur, djajt agresiv dhe agresor janë të mbyllur. Pa janë shumë faktorë që i bëjnë muajt e tjerë ose Ramazani, por kjo nuk do të thotë që synimet objektivat nuk janë. Synimet objektivat janë të njëjtat, por atmosfera është okay, që është normale që ndryshon. Dhe një pyetje të fundit në këtë takim të sotëm. Ne para Ramazanit jemi lutur që Zoti na mundsoj, Ramazanit na mundsoj që ta agjërojmë Ramazanin dhe përfitojmë nga Ramazani. Ndërkohë tashmë që Zoti na mundsoj këtë mirësi, çfarë lutje do të bëjmë? Ne do të bëjmë lutje Zot ashtu siç bëri Ibrahimi alayhis salam kur mbaroi ndërtimin e Qabes, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zot, pranoje, ti je dëgjuesi dhe ti je i mirë dituri për atë që ne kemi pas në zemër. Pra Zotit na e pranoi, e para gjë, dhe e dyta gjë është mirë që ne t'i kushtojmë rëndësi faktit të jemi mbas Ramazanit, nuk po them si në Ramazan, po mos të kalojmë atë vijën e kuqe që është harami dhe bidati. Pra ta ruajmë veten tonë, sepse ruajtja e vetes tonë mbi këtë kufinin minimal, mbi pragun e lartë, është shenjë e mirë që inshallah Ramazani është pranuar. Meraku ynë se ndoshta Ramazani nuk na është pranuar është një shenjë e mirë. Pra na bën mirë, siguria jonë dhe mbështetja jonë në Ramazan nuk është gjë e mirë dhe nuk është gjë e pëlqyer. Për këtë arsye në lidhje edhe me atë që domethënë e theti, tregohet që të parët tan 6 muaj para Ramazanit luteshin o Zot na mëso Ramazanin dhe me drejt, dhe 6 muaj mbas Ramazanit thoshin o Zot na e pranon Ramazanin, pra sepse me të vërtetë ka qenë diçka shumë e çmuar, edhe ky është ai meraku i tyre, domethënë meraku i tyre se ndoshta Zoti s'na ka pranuar. Si tha ajeti kuranor, tha ata të cilët falin namazin dhe prej asaj që ne ju kemi dhënë i japin dhe zemrat e tyre janë të ndrojtura. Tha nëna e besimtarëve Aisha, tha pejgamberi i Zotit, po pse të ndrojtur, mos bën harame, pinë alkool apo bën. Jo, tha pejgamberi sa, o Aisha, ata kanë frikë se ndoshta Zoti s'u ka pranuar veprat e mira. Pra ky është virtyt tek besimtarët, frika dhe meraku. Kjo nuk është thjesht pasiguri e vazhdueshme, por është një virtyt që do gjithmonë më të mirën. Jo, ky të mban, pra nuk të lën të mbështetesh. Mbështetja në veprat e mira mund ta çojë njeriu deri në zbehje të fesë dhe besimit. Pra dhe agjërim që kemi bërë në Ramazan ka qenë ndihmë dhe sukses për Zotin. Ne shpresojmë që Zoti na ka pranuar dhe i lutemi Zotit me sinqeritet që Zoti na ka pranuar, por nuk duhet të mbështetemi, sepse sfida dhe jeta vazhdon. Si thaj, o imam i tha, thuhet që Iblisi ju shfaq Imam Ahmedit në momentet e vdekjes. Tha ma hodhe, Iblisi po i thot Imamit, dhe ky thoshte jo akoma. Pra derisa kam shpirt në trup s'ka siguri. Mas vdekjes është gjë tjetër. Kështu që ne jemi në sfidë vazhdueshme me sprovat, me djallin, me padrejtësitë, me gjithçka derisa të vijë momenti që do të dalim përpara Zotit. Por Zoti shpëlbeft. Amin edhe juve. Miq, këto ishin kuptimet e muajit Shawwal dhe më mirë në këtë muaj, ashtu siç tha Hoxha, është agjërimi i 6 ditëve. Pra adhurimi më mirë në këtë muaj është pasimi i Ramazanit me agjërimin vullnetar të 6 ditëve. Zoti ju shpëlbeft që na ndoqët dhe mirë takosh.